edhe thash jo, ai kupton, s'du me e bë. Edhe prap Juela tu përlaj, kupton, çdo herë që i shotuar të Brikina të unë, edhe ja kapa e kupton skenës, aha, këta dy janë tu e bëllojën, unë e merët mas Briki, Juela përlajt me mu, edhe unë e kupton si një budallë tu kërcy valën e atyne, edhe Briki si atas, jo me mu, shoqe me ty, ja, me flejt me ty, ja, shoqe në aspektin as if like I'm not gonna chase after you, ti si do në me ardhë mas meje, hajde, je mirë pritur, deri në kje hapa, e kupton. Po unë e mo me ardhë mas teje, ja, ftyrë në asaj preu, se ka që ishte loja, nuk ishte gjate as 2-3 dit. Tani, prej atëherë, ajo komplet u largu prej meje, edhe ushtu marrë me inati, sepse une e kam disrespektu, sepse kam pas një besed me Mateo atje, edhe kam folë sinqerisht. Ata nuk janë bashk, hiq fare. A e kupton, nuk janë dashuruar. Mateo, he's a single guy që ka pëlqim për Briki. Kaq. Edhe kam bën një muhabet me quni huj, edhe kam thënë, o zotri, more, kjo gocë është i nëru ty keq fare, a je sigur që s'ka dikush jashtë? Nuk ja kam thënë me tendencë, me thënë qyshka tek, vetëm thjesht ishte një mendimi im. Kjo të thënë ma ke disrespektu, sepse ja ke thënë ashtu, sepse je tu shpif gjërat, ishte thjesht like, nuk është që ju dy jeni bashkë, po ka mundësi se ti je në Big Brother edhe ke thënë se je single, po vërtet nuk je single. Edhe unë tani e kam disrespektu, sepse kam folë me Mateo atje, edhe pse e kam thënë, shife mendimi im është ashtu, edhe që ashtu mendoj unë edhe kaq. Ne ke mendimin ta? Jo, të tim unë nuk ma ke